Lufta e madhe patjetër se do të ndodhë. Për këtë na ka lajmëruar i dërguari Allahut alayhi salam në një hadith të gjatë autentik, i cili gjendet në Sahihun e Muslimit. Kjo luftë quhet kasapanja e madhe apo thertorja e madhe, el melhamatul kubra, sepse është betejë më e përgjakshme dhe më e madhe midis muslimanëve dhe romakëve, evropianëve në fund të kohës. Pas kësaj kasapanje vjen çlirimi i dytë i Konstantinopolës para daljes së Dejxhallit. Ka sahabiu i ndershëm Muadh ibn Jabeli, Allahu qoftë i kënaqur me të, transmetohet se ka thënë: "Lulëzimi i Jeruzalemit është shkatërrimi i Jethribit, Medinës. Shkatërrimi i Medinës është ndodhja e thertorës, luftës së madhe. Ndodhja e luftës së madhe është çlirimi i Konstantinopolës dhe çlirimi i Konstantinopolës është dalja e Dejxhallit." Kjo është një nga shenjat e mëdha të Kiametit, siç po i përjetojmë këtë ditë tensionet e larta midis fuqive të mëdha botërore, po i shohim këto predikime të profetit ton alayhi salam duke dalur në realitet.